Përshëndetje të gjithëve. Uroj të jeni mirë, uroj të qej mirë kjo video. Si gjithnjë shumicën e videove që unë zhvilloj, shumicën e ato të tëra, përderisa në fushën time të ekspertizës ka të bëjë me një sfond që është jo aq më shumë politik, por më tepër i përqendruar tek sistemet e qeverisjes. Pra politik në kuptimin e politik bërjes dhe jo të rrjes politike, se nuk jam në skenën politike. Unë jam Eva Anthia, shkurt Eva. Edhe njerë uroj që kjo video t'ju gjej mirë. Dhe për video në sotme marr shkas nga një VKM e cila është bërë ditur ditën e sotme, që lidhet drejt për drejt me një nga fushat e interesit të studimeve të mia, që u bë shkak edhe për të zhvillimet më vonshme që më penalizuan në skenën sociale, po themi, politike apo mediatike. Mua si individ, por edhe të tërë ne, se u bë shkak kjo analizë, ky këndvështrim për të çuar në atë që pason vonë. Okej, gati 2 vite më parë kam filluar, kjo ndodhi pasi Trakti u bë aktiv, Trakt.al, pra ky kanal nga po ju flasun ju që tashmë është vetëm Facebook, sa të aktivizohen përsëri dhe serverat e tjerë. Historinë kam thënë edhe në videon më parshme, kush do ta shikoj. Ndërkohë që Trakti ishte aktiv, filloi një seri analizash që lidheshin me sigurisht me sistemin, por me një çështje të re që nuk ishte bërë, të paktën për mediat tona, jo e ditur, e trajtuar në këtë mënyrë më parë, sepse nuk po hyj këtij muhabeti. Në analizë, thash unë këtë kam fush, sidomos për momentin, derisa të shkoj deri në fund, këtë kam fush ekspertiza. Pse një sistem nuk funksionon, diagnostikimi, problematikat, e tjerë, sa të arrim të zgjidhja, ka puna, unë nuk jam subjekt elektoral, kështu që dhe them, së pari çfarë prodhoi sistemi komunist dhe ndaj në 3 kategori, po që mos t'ju marr kohë, janë disa videot më parshme, edhe të vjetshme dhe të parëvjetshme, duhet ketë gati 1 vit e gjysmë në mos gaboj. Se mos të ha gjithë minutazh gjatë, se keni për të parë emisione shumë edukative gjithë mbrëmjen, edhe mos të marr kohën me portretin tim. Dhe them, prodhoi 3 kategoria i sistem. Dhe filloi shkurtimisht, pra ata që besonin, pra komunistët që besonin vërtet, dhe nuk kanë ndryshuar dhe sot janë po ata të njëjtë njerëz që vërtet vazhdojnë jetojnë me të njëjtat parimet. Nuk po flas të njerëz që kanë qenë në pushtet, por njerëz jo mesatarë, njerëzish të thjeshtë, jetojnë në të njëjtë modesti siç kanë jetuar dhe atëherë. Për mua këta janë kategoria që besonin. Ata që kundërshtonin, nuk po merren fare me atë kategori sot, se nuk u morët 80 vjet i keni lënë më njanë, sot nuk po merren me këtë, po merren me kategorinë e tretë. Që unë i quajta, nuk i quajta unë, në fakt ashtu quheshin në atë kohë, AGBV-t apo 2 lekshat. Dhe më tej, analizën e vazhdoj dhe them që ky sistem sot, pas 90-s, në fakt nuk është më sistemi i komunistëve, është i djemve të tyre, po i djemve të baballarëve i quaj. Djemve të baballarëve, i këlyshëve të tyre. Ky është sistemi 2 lekshave. Pse? U morën dhe mbajnë këtë sistem në këmbë njerëzit që atëherë kanë qenë bishti të kavallit, e thon. Njerëzit që besojnë shumë prej tyre emigruan nga vendi. Të gjitha dim realitetin, mos të bien në përsëritje. Të gjitha analizat e më vonshme pasojnë pikërisht këtë qasje. Tani, e çuditshmja ishte të thuash këtë vend poshtë komunizmi
është bërë shumë, është bërë normale, nuk i bën zakonisht ata që nuk janë, ata që janë vetë komunistë kanë thënë këtë vend, poshtë komunizmi. Siç pasoi edhe klasa më voshme politike, që duket sot. Të thuash poshtë krimi, edhe këtë prapë kanë përhapur aq shumë këto gjëra që kur i thot një individi thjesht, një qytetar apo një gazetar pavarësisht puna ime, nuk ka fuqi që të ballafaqoj përveç se atyre që janë të fushës dhe të mos i kësaj pjesa. Por të thuash dy lekshat që përmenda, nuk e di, pati një egërsi shumë të madhe, një sulm shumë të madh, qoftë dhe fizik. Fizik po, kibernetik po, legjislativ po, ekzekutiv po. Pse përmenda dy lekshat? Pas kam pasur të drejtë. Dhe mu vërtetua pikërisht sot mbas kaq kohe. Tjerë VKM, Këshilli i Ministrave, dhe thot, flet, domethënë nxjerr një vendim për policimin vullnetar. Paka shumë e njëjta filozofi, sado që mundohen ta modernizojnë, jo sistemi amerikan, jo community watch, jo sistemi këtej, jo sistemi gjerman, jo, po pse nga sistemi amerikan e mori Enver Hoxha, jo. Pra vazhdon e njëjta traditë si më parë për spionimi vullnetar, i cili do vazhdoj të marrë në qafë jetë njerëzish. Tani kjo gjë, s'pari duhet të mshoj fakti që çfarë këto vendime të Këshillit të Ministrave, a do vazhdoj punën qeveриare, apo s'do vazhdoj? Do vazhdoj punën qeveриare. Nuk kanë faj këtu se bëjnë gjërat si të duan vetë, se nuk ka asnjë legjislacion që rregullon, asnjë ligj kushtetues që rregullon kur mbahen zgjedhjet, që të ketë një gjë, një qëndrueshmëri gjëja, kur fillon punën qeveria re e të tjerë. Parlamenti filloi punën, qeveria re, pse s'po fillon punën? Dhe pse ky vendim i Këshillit të Ministrave nuk po miratohet? Kur fillon punën qeveria re, po me këtë qeverinë e vjetër në kuptimin e Këshillit të Ministrave të vjetër, qeveri quhet të tëra, qeveri e vjetër, pra. E para, e dyta, të gjithë e dim që askush nuk do ofrohet vullnetar për të mbrojtur shkollat apo për të mbrojtur rendin, apo domethënë dhe atëherë dhe shkollin me pagesë. Vullnetarët, këta kur shkojnë atje do i ofrojnë atë pagesën minimaliste për sa shkojnë dhe ofrojnë. Askush nuk do shkojë as të mbrojë shkollat, as të mbrojë komunitetin, as e të tjerë, do shkojë të kapin një lek. Që të flasim tamam, domethënë. Mirë, lekët e atyre votave i mbaruat, se ka rënë optimizmi këtë ditë, vërdall. Ka rënë shumë optimizmi. Ka mërziti shumë, vërdall, në Virkosja. Pse? Ditë të zgjedhjeve ishin që të lumtur. Mbarojnë lekët. Mbarojnë shumë lek, jo aq sa për vota. Ju që votuat, na falni se mos ju prishëm entuziazmi se ushtruat të drejtën e votës, mirë ju shkoi e drejta votës. Vazhdoj. Të gjithë e dim që këta të shkojnë të kapin një lek atje. Të kapin ndonjë lek, por çfarë kategorisht do paraqiten dhe do ofrojnë atje për të kapur një lek? Të njëjtët. Po ka një problem tu, sepse kategoria e atërshme në këtë sistem është sistemuar, pra janë futur në administratë, edhe kalamet janë futur në administratë, dhe të tërë janë sistemuar dhe kanë kapur veten pak më mirë, dhe prandaj nuk e lëshojnë këtë sistem të vibrimeve të ulta, siç e kam quajtur diku tjetër. Prandaj nuk e lëshojnë, nuk ka shans. Pra këta njerëz janë të prirur drejt fitimit minimal, se varet për sa është shpirti, mund ta shitësh për 2 lekë, për 5 lekë. Ori që shet. I shitur është. Po,
Dikush për 2, dikush për 5, dikush për 200, dikush për 2 milion, dikush për 2 miliard. Kush është jetë për 2? Më mirë falja se për 2. Kush është jetë për 2? Pra, këta do shkojnë, e njëjta kategori do shkojnë tash se pra për 2 lek. Ajo që më shqetëson mua në këtë rast është, nuk është më e njëjta kategori, se siç e thash, këta e kanë kapur pak, kanë ngritur nivelin, në nivel kuadrosh tani. Por me këtë VKM që u fut në fuqi, sistemi i qeveritarëve tanë të dashur, duan të bëjnë diçka tjetër, duan ta përhapin dhe duan të krijojnë një sistem të ri të mbështetjes së tyre në popullatën e gjerë. Për mua është tentativë dëshpëruar, sistem pa bazë. Për mua edhe ky sistem deri tani ka tendencë shumë, do thonë jo, nuk u shumë kaq kohë. Përderisa bëhet një tentativë kaq e dëshpëruar, për mendimin tim, po i dobësohen rrënjët së tepërmi, po kjo është mendimi im, kjo duhet parë. Kush do shkojnë aty? Pra, të vjetret janë të rregulluar. Patronazhistët që janë prap 2 lekësha të rinj, dhe këta krijuan një sistem zgjedhor, iku dhe kjo. Këtu duan të kapin një pjesë të popullsisë që është e pavarur, por dhe në këtë pjesë të pavarur nuk do të thotë që në pjesë të pavarur njerëzit janë të gjithë në gjendje të mirë ekonomike apo të rregulluar, si thonë. Në këtë pjesë pavarur ka një njerëz më allegjint që do tentojnë që ti mbërthejnë, po ka dhe një kategori të re që duan të afrojnë me këtë rast. Se të gjithë e dim që nuk do luftojnë krimin këta të policimit vullnetar, nuk do e bëjnë kurrë atë gjë. Hashashistët do kapin dhe kategorinë e hashashistëve, se i futën njerëzit dhe popullatën e gjerë në vese për këtë arsye, që të jetë më thjesht për të kontrolluar jetën e tyre. Ndoshta qëllimi në fillim nuk ishte për t'i bërë dhe këta 2 lekësha të rinj, po më thuaj çfarë pi, të them kush je. Kjo është shaka. Unë kam besim që asnjë prej këtyre nuk do ndodhi, dhe më duket gjithë absurde ky vendim i ri. Nëse ndodh kjo, ju qofshi edhe ju mos qofshi, edhe unë këtu mos qofsha. Spari sistemi sotëm nuk e lejon që të ketë të njëjtën devotshmëri dhe të njëjtën impakt siç kishte atëherë, po këtë gjë këta e harrojnë, se këta nga që janë të rrënjosur në mentalitetin e atëshme të baballarëve të vet, kujtojnë që do funksionojë akoma kjo metodë, nuk do funksionojë, s'kema pastaj ke edhe aparrove që ke edhe agjensitë tuaja këtu, edhe ambasadat tuaja dhe agent tuaj të tjerë, i harroni këtë gjë, po këto janë punë përbrendshme, këto janë punë brendshme, po kur shisnin pasuritë e vendit nuk janë punë brendshme, nuk janë punë brendshme ato. Po pasuria e përbashkët nuk është punë e brendshme, këto janë punë brendshme shtetit. Kush do vjet me qira fjala ministri i brendshëm kësaj radhe? Për kë po përgatitet gjithë kjo tentativë kaq mbreslënse, kaq qesharake, që po përdoret Këshilli Vjetër i ministrave për të miratuar këtë VKM. Pse nuk e miratuar mbas një jave? Pse? Si komunistat pas kanë qenë për të puthur në ball, pas kanë qenë komunistët. Mirëmëngjes, mirëmbrëma, të sjellshëm, të edukuar. Idealistë dhe janë të rrequr në kohë, po këto
Tartabishët nuk i shkan dorë, se edhe shtohen shpejt këta tartabishët edhe kandrat. Kandrat shtohen shumë shpejt. Por me një solucion ato mund të zhduken të tëra. Se nuk duhet ta bëj tani reklam, por kalojmë për te i shakas. Unë bazuar në këtë realitet sotëm, nuk besoj kur që kjo gjë do funksiononte, por në rast se do funksiononte, për të parë në jetën time i bëj thirrje të gjithë. Ju në radh parë, se sa duan vetëm nuk na do bota, edhe një herë them, të marrim masa, ta kundërshtojmë, mos ta lejojmë të vjetë në zbatim kjo lloj vendimi që është marrë. Dhe i bëj thirrje të gjithë partnerëve strategjik, se ne kemi shumë, ne një partner kemi strategjik, në të tjerët për momentin mbas 90-s vetëm këtë kemi. Partner që ka influencë më të madhe në politikë bërje në shtetit tonë, që nga krijimi i kombit ka influencë më të madhe, por të themi të drejtën në sistemin komunist, imperializmi amerikan ishte ndaluar. Tani rikthehet influenca e tij. Dhe i bëjmë thirrje partnerit ton strategjik të hapi syt, të hapi veshët, mos të bëj në këtë rast një syqor edhe një veshurth. Po të marrim masa, se jo, nuk do ndihmoj ky sistem që të raportohen lart të poshtë informacione për krimin e organizuar, se në mënyrë të çuditshme ky vendim erdhi në të njëjtën kohë me deklaratën e ambasadës amerikane për të raportuar mbi informacionet që ka secili për në lidhje me krimin organizuar dhe me trafikun e lëndëve narkotike. Jo, askush nuk ka informacion nga terreni për këto gjëra. Pra, se kjo është një kamuflazh për të duhur para amerikanëve që ne po përdorim gjithë të sistem për këtë qëllim. Jo, nuk po përdoret për atë qëllim. Po përdoret e para për të mbajtur pushtetin, e dyta për të nxitur atë që ka nxitur gjithmonë mes shqiptarëve, gjithmonë përçarjen në këtë kohë kur bota po përgatitet për mbrojtje, në këtë kohë kur bota rrezikohet që të shpërthejë ndonjë konflikt, po nuk është dhe kjo temë vitës, po nuk uroj që ndodhin gjëra të tilla. Në këtë kohë kur theksi duhet jetë të siguria kombëtare, këtu e kanë hallin, nuk e qin dorë. Jo, e kanë hallin të vazhdojnë të mbajnë sistemin e vet të 2 lekshave, se mos i shumë demon të vegjël pas keni pasur të barku. Demon vegjël shumë. Se nuk e nxorët njerë, se çudi se nxorët, se jeni në pushtet. Prandaj reflektohet, çka kanë barka, i sipër reflektohet poshtë. S'ke çamën. Ata të cilat e janë të shohin vërdall. Mua s'më afektojnë fare në jetën time, se besoj se mund të afektojnë me njëri sot. Po këtyre u ka ngelur koha. Mirë, unë ju përshëndes shumë. Unë Eva ju përshëndes shumë dhe uroj mbrëmje të qet, do doja, po kam përshtypjen nuk doja dhaj që qet me sikletet e fundit. Mbrëmje të këndshme pra. Dhe të mbrëmje reflektuese. Natën e mirë.